Vjojmë sërish gjykata kushtetuese vendosi të pezulloj vendimin e gjykatës së posaçme dhe të kthejë në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku. 5 nga anëtarët votuan në favor të ankesës së kryeministrit, ndërsa u vendos që çështja të kalojë në seancë plenare. Gjykata kushtetuese vendos të kthejë në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Trupi gjykues që u nda 5-3 pezulloi vendimarrjen e gjykatës së posaçme. Vendosi me shumicë votash pezullimin e zbatimit të vendimeve të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku, sipas nenit 45 të ligjit organik të gjykatës. Masa e GKK-s për ndalimin e daljes së saj jashtë shtetit mbetet në fuqi. Trupa gjykuese vendosi të kalojë këtë çështje në seancë plenare. Me shumicë votash kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike për shkak të interesit të lartë publik që ka kjo çështje dhe thirrjen në cilësinë e subjekteve të interesuara të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës. Përmes këtij ankimi, qeveria kërkon që të qartësohet përplasja e kompetencave mes ekzekutivit dhe gjykatës së posaçme, si dhe të hiqet masa e pezullimit. Argumenti kryesor i paraqitur në gjykatën kushtetuese lidhet me interpretimin e imunitetit kushtetues të anëtarëve të qeverisë. Sipas ankesës, ministrat gëzojnë të njëjtat garanci si deputetët, ndaj edhe pezullimi nga detyra nuk mund të vendoset nga gjykata, po ashtu siç nuk mund të aplikohet ndaj një deputeti. Qeveria pretendon se me këtë vendim të GKK-s ka hyrë në territorin e pushtetit të qeverisë, duke marrë kompetenca që kushtetuta nuk ja njeh. Masa e pezullimit u vendos nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më 20 nëntor, kur Balluku la jashtë funksioneve publike dhe ju ndalua udhëtimi jashtë Shqipërisë. Ajo akuzohet në lidhje me procedurat e tenderit të tunelit të Llogaras dhe po hetohet edhe për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe, ku dyshohet se fituesit janë paracaktuar. SPAK ka njoftuar se hetimet shtrihen edhe në disa procedura të tjera prokurimi. Seanca për shqyrtimin e ankimit do të jetë publike dhe do të zhvillohet më datën 22 janar 2026, duke thirrur si subjekt interesuar SPAK-un, GKK-n, Kuvendin e Shqipërisë dhe Presidentin e Republikës. Pak orë pas marrjes së vendimit nga gjykata kushtetuese, ai është botuar në fletoren zyrtare së bashku me qëndrimet e shumicës dhe pakicës. Vendimi për rikthimin në detyrë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku mor me 5 vota pro dhe 3 kundër, ku në shumicë votuan Sonila Bejta, Fiona Papajorgji, Genti Ibrahimi, Sandër Beci dhe Mariana Semini, ndërsa kundër ishin Marsida Xhaferllari, Ilir Toska dhe Asim Vokshi. Sipas vendimit të shumicës, pezullimi i ushtrimit të detyrës rrezikon të sjellë pasoja që prekin interesat shtetëror, ndërsa sipas 3 gjyqtarëve të pakicës, këto pasoja nuk verifikohen. Sa ka që gjykata ka rrëzuar kërkesat e Erion Veliajt për njojën me aktet dhe mos qëndrimi në kafazin e Qelqit, atij është caktuar një avokat kryesisht pasi nuk pranoi më të mbrohet nga Artan Gjermeni. Erion Veliaj kërkoi në seancën paraprake të kësaj të premte që t'i vijë në dispozicion aktet e dosjes hetimore dhe të mos qëndrojë në kafazin e Qelqit. Por të dy këto kërkesa u rrëzuan nga gjykata, vendim që ju komunikua nga gjyqtarja Etleva Deda. Me pas Kryebashkiaku i Tiranës njoftoi në seancë se nuk do të përfaqësohet më nga avokati Artan Gjermeni. Pas këtij vendimi, gjykata i caktoi Valentina Teodoreskun avokati kryesisht. Përfaqësuesit ligjor të Veliaj deklaruan pak ditë më parë se procesi gjyqësor nuk mund të vijojë pa u garantuar një mbrojtje efektive. Ata reaguan ndaj deklaratës së SPAK që theksoi se Veliaj e ka marrë dosjen me anë të një USB-je. Por mbrojtësit ligjor deklaruan se dosja kërkon kohë pasi nuk janë njohur ende me asnjë provë nga SPAK dhe se ky proces nuk mund të vijojë pa u njohur me to. Ata gjithashtu theksuan se nuk kanë zvarritur procesin siç pretendon SPAK. Veliaj ndodhet në paraburgim prej shkurtit të këtij viti dhe akuzohet për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre, si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Në ikje nga posti kreu të SPAK, Zumani deklaroi se korrupsion ka pasur edhe në radhët e drejtësisë dhe policisë. Ai përsëriti qëndrimin se prokurorët duhet të rikandidojnë.
Në përfundim të mandatit si drejtues i SPAK, Altin Dumani theksoi se fatkeqësisht korrupsioni ka prekur edhe njerëz të drejtësisë. 50% e zyrtarëve të lartë të dërguar për gjykim tashmë janë me vendim fajësie të formës së prerë, ku përfshihen ministra, ish-ministra, kryetar bashkish, gjyqtar gjykas lartë apo gjykas kushtetuese, gjyqtar të niveleve të apelit, shkallës parë prokuror të gjitha shkallëve gjithashtu. Gjatë një takimi me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, Dumani foli edhe për hetimet brenda strukturës së policisë, ku theksoi se mbi 70 policë kanë qenë nën hetim. Ai bëri të ditur se drejtësia ka shpallur fajtore dhe drejtues të lartë të policisë si pjesë e organizatave kriminale. Fatkeqësisht, në hetimet tona kemi vënë re që kemi patur funksionarë të lartë policie, të cilët madje edhe janë deklaruar fajtorë së fundi si pjesëtarë të organizatave kriminale apo të grupeve struktura kriminale. Janë marrë të pandehur si antarë të grupeve struktura kriminale apo organizatave kriminale. Dumani ripërsëriti kërkesën e tij që prokurorëve të SPAK t'u jepet mundësia për rikandidim. Shpresojmë që të gjejë zgjidhje dhe ky shqetësim, por unë kam adresuar në mënyrë përsëritur që në momentin që kam marrë postin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, për shumë arsye kam argumentuar në mënyrë të përsëritur pse duhet që t'u jepet mundësia prokurorëve të posaçëm që në përfundim të mandatit nëntëvjeçar të rikandidojnë. Më 18 dhjetor, Altin Dumani mbyll mandatin si drejtues i prokurorisë së posaçme. Në krye të këtij institucioni u zgjodh Klodian Braho, i cili mori të njëjtën votat e 7 anëtarëve të KLP-s nga 11 të mundshme. Kryeministri Edi Rama garantoi se numri të rinjve që do të mbështeten posaçërisht nga garancia rinore do të arrijë deri në 60.000. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me të rinjt që janë punësuar përmes programeve nxitëse të punësimit. Ai garantoi se numri të rinjve që do të mbështeten posaçërisht nga garancia rinore do të arrijë deri në 60.000 përfitues. Janë 2200 vajza dhe djem të parë që po përfitojnë nga garancia rinore, objektivi i cilës është që 60.000 vajza dhe djem të mbështeten në gjithë vendin, në gjitha kategoritë brenda viteve të këtij mandati qeverisës. Sipas kryeministrit Rama, një prej formave më efektive të mbështetjes për të rinjt janë edhe startupet, megjithatë pranoi se ky proces nuk është ende në nivelin e dëshiruar. Jemi fokusuar tek startupet, do të shtojmë edhe më shumë mbështetjen, por jemi mbrapa në këtë pjesë. Jemi mbrapa edhe për mosbesimin e shumë kujt që ti referohet këtyre programeve. Kreu i qeverisë foli edhe për buxhetin e vitit 2026, ku fondi për mbështetjen e të rinjve është rritur me 60%, ndërsa prioritet mbeten ata të cilët duan të vetpunësohen. Të rinj që duan të vetpunësohen dhe që duan të hapin një biznes vogël, duam t'i vëmë në fokus të kësaj mbështetje. Buxheti i vitit që vjen është i konsiderueshëm dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60% shumën e dedikuar për të rinjt. Në buxhetin e vitit të ardhshëm janë parashikuar 12 milionë euro të dedikuara për programet e nxitjes së punësimit dhe rritjen e aftësive profesionale të rinjve. Sali Berisha e cilësoi kushtetuese zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, por i theksoi se kryeministri Rama nuk do të heqë dorë nga kontrolli ndaj këtij institucioni. Nga Elbasani, ku zhvilloi foltoren e radhës, Berisha bëri thirrje për revolta të fuqishme. Kryedemokrati Sali Berisha thot se në zgjedhjen e Klodian Braos në krye të SPAK-u respektua kushtetuta dhe ndryshe sipas tij ndodhi kur në krye të prokurorisë së posaçme u zgjodh Altin Dumani. U zbatua kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Pavarësisht ndërrimit të drejtuesve, Berisha thot se kryeministri Edi Rama nuk tërhiqet nga kontrolli ndaj SPAK. Edi Rama nuk heq dorë kurrë nga kontrolli i SPAK-ut. Nuk heq dorë, s'mund të heq dorë ai. Urimin e kryeministrit Rama për kreun e ri të SPAK e cilëson si kërkesë për mëshirë. Lexo pak si e uroj.
Mëshirë. Kaq ishte. Mëshirë. Në takimin e organizuar pasditën, Elbasan komentoi dhe vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve të kushtetueses për zëvendës kryeministren Balluku. Gjykata e prishme, ajo që dijej, i hoqi masën e pezullimit. Shkon zyrë nesër ajo si zëvendës kryeministre. Ajo diktoi çdo gjë, sot Rama i diktoi gjykatës dhe i hoqi masën e pezullimit. Ndërsa të shtunën në orën 13 është thirrur mbledhje urgjente e kryesisë. Berisha tha se për korrupsionin qeveritar dhe për vjedhjen e zgjedhjeve, demokratët do të protestojnë deri në përmbysjen e qeverisë Rama. Mlidhet kryesia e Partisë Demokratike, vendos me urgjencë për fillim në revoltave të protestave, të cilat nuk ndalen në kurrë, gjerë largimin e tyre. Kemi punë me Edi Ramën. Është në gjak për votën tonë. Ndryshe nga sa foli në konferencën në Seli për zgjedhjen e Endrit Shabanit si avokat i popullit, i cili i siguroi firmat për të kandiduar fal demokratëve, në Elbasan kërkoi ndjes dhe shpjegoi arsyet pse deputetët firmosën pro tij. Gabimi ishte shumë, ajo që ju patë, unë e kuptoj që ju jeni të mërzitur, dhe u kërkoj ndjesun ju dhe të gjithë shqiptarëve për ato firma që janë vu. U dhanë në një periudhë që u krijuar një mbështetje për kandidatin e pavarur për Tiranë. I referojmë ngjarjeve të kronikës. Forcat operacionale arrestojnë në fushkuqe të Kurbinit 2 persona me rrezikshmëri të lartë, të cilët ishin në kërkim nga SPAK. Gjatë kontrolleve u sekuestruan edhe disa armë zjarri. Këto janë momentet kur forcat operacionale të policisë së shtetit arrestojnë 2 të kërkuar nga SPAK. Siç duket në këto pamje, Elvin Merlika dhe Alket Xhixha ishin të fshehur në një banesë 2 katëshe në një terren të vështirë në zonën e fushkuqes pranë lumit. Arrestimi i 2 të kërkuarve me rrezikshmëri të lartë shoqërore që shfaqen në këto foto u bë rreth orës 5 të mëngjesit të së premtes. Emrat e tyre dolën nga dëshmia të penduar të drejtësisë Nureddin Dumani gjatë proceseve gjyqësore në gjykatën e posaçme. Elvin Merlika, 47 vjeç, ndodhi në kërkim pasi akuzohet se ka marrë pjesë në thurjen e planit për vrasjen e Endrit Dokles, por ose që sipas SPAK dyshohet se është dhënë nga Ervis Martinaj, ish dukur prej gushtit të vitit 2022. Më herët SPAK kërkoi edhe konfiskimin e 20 pasurive në emër të tij dhe të familjarëve, por kërkesa u rrëzua në gjykat. Ndërsa Alket Xhixha, 42 vjeç, akuzohet se ka bërë të mundur takimin mes Nureddin Dumanit dhe Ervis Martinajt. Nga kontrollet në banesën ku fshiheshin Merlika dhe Xhixha, u gjetën 2 pistoleta, 2 armë gjahu bashkë me municion luftarak, 2 radio ndërlidhëse si ato të policisë dhe 1 elek antiplumb. Ndaj tyre gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg për sigurim kushtesh dhe mjetësh për të kryer vrasje, grup të strukturuar kriminale dhe kryerja e veprave penale nga grupi kriminal. 3 adoleshentë mbetën të lënduar pas një konflikti mes tyre në Shkodër. Sherri ndodhi para një gjimnazi dhe sipas policisë u përdorën edhe mjetet prerëse. Këto janë momentet kur disa të rinj mes tyre dhe nxënës të gjimnazit të gjuhëve të huaja Shenaz e Juka në Shkodër konfliktohen me njëri tjetrin përballë shkollës. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga Klan News, 3 të rinj po esnin në rrugën pranë gjimnazit në lagjin Kongresi i Përmetit kur një grup tjetër të rinj vjen në drejtim të tyre. Në këto momente, kur ora është 11:10 e së premtes, nis konflikti fizik mes tyre jashtë ambienteve të shkollës. Sipas policisë, ata kanë përdorur mjete prerëse. Në video, një prej të miturve me xhup të kuq dhe kapuç në kokë shfaqet duke goditur një bashkëmoshatar me një objekt në dukje thik. Më pas ai largohet së bashku me shokët e tij me vrap. 35 sekonda pas nisjes së sherrit janë banorët e lagjes të cilët ndërhyen për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Sipas së sherrit, policia deklaron se në spital kanë shkuar 3 të mitur për mjekim dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Blut janë duke punuar për të sqaruar rrethanat dhe të rinjt e përfshirë në këtë sherr. E teksa një aksident i rëndë me 2 viktima ndodhi gjatë së premtes në autostradën Ibrahim Rugova në segmentin Prizren-Suharet në Kosovë. Në aksident është përfshirë një autovetur Mercedes-Benz me targa shqiptare dhe një kamion me targa të Kosovës. Sipas së përplasjes së fortë, humbi jetën në vend drejtuesi i autoveturës 43 vjeçaria Elizabeta Katiaj dhe më pas ka ndëruar jetë rrugës për në spital edhe 32 vjeçaria Eorda Sinolari, të dyja nga Shqipëria. Mediat në Kosovë raportojnë se nga hetimet paraprake dyshohet se shkak për aksidentin është bërë mjegulla e dendur dhe mungesa sinjalistikës e nevojshme për devimin e bërë në rrugë. Katia ishte drejtuese e dhomës së biznesit të diasporës shqiptare.
Ndrojmë temën e informacioneve. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pritet që në fund të vitit të ardhshëm të shndrohet në një institucion tërësisht digital. Do të ofrohen 10 shërbime të automatizuara, ndërkohë që tashmë përmes e-Albania mund të kryen edhe pagesa online direkt nga karta bankare. Deri në fund të vitit 2026, shërbimet e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Shqiptare do të jenë tërësisht digjitale. Lajmin e dha vetë drejtuesja e këtij institucioni Lorena Goxhobelli gjatë një tryeze për arritje të risit dhe sfidat e ASHK-s. Sot jemi më pranë se kur digitalizimit të hartave kadastrale. Së bashku me UNOPS kemi nisur punën dhe një proces që kërkon kohë për digitalizimin e plot 33.000 planshetash. Fundi i 2026-s do të na gjej absolutisht me një kadastër tërësisht digjitale. Digitalizimi i dhënave dhe përdorimi i teknologjisë blockchain na ka dhënë mundësinë që të automatizojmë një pjesë të shërbimeve tona. Kadastri ofron tashmë edhe metodat më të shpejta të pagesave me karta bankare nëpërmjet portalit e-Albania. 10 deri 15% e shërbimeve tona ditore gjenerohen automatikisht nga sistemi. Finalizimi i mundësisë së kryerjes së pagesës nëpërmjet e-Albanias me kartë bankare. Një funksionalitet për cilin në fakt kemi punuar intensivisht me Akshin këto muajt e fundit. Në fokus të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës është ulja e kohës së trajtimit të aplikimeve të qytetarëve, ku aktualisht 79% e aplikimeve trajtohen brenda afateve ligjore. Qytetarët shqiptar dhe ata të Kosovës japin mbështetjen më të madhe për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sipas barometrit të Këshillit Rajonal, serbët janë më skeptikët për integrimin në Union. Një nga gjetjet më të rëndësishme të barometrit të këtij viti është rritja e dukshme e mbështetjes për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kjo mbështetje është rritur në 64%, krahasuar me 54% në vitin 2024, duke bërë këtë nivelin më të lartë në 10 vitet e fundit. Mbështetja më e madhe për anëtarësimin në Bashkimin Evropian u shpreh nga qytetarët e Shqipërisë me 86%, më pas ata të Kosovës me 78% dhe të Maqedonisë së Veriut me 62%. Më pak Bashkimi Evropian përkrahet në Serbi nga 42% e të pyeturve në këtë sondazh, ndërsa vetëm 59% e qytetarëve në Malinezi dhe Bosnjë-Hercegovinë janë pro anëtarësimit të shpejtë në familjen evropiane. Javën tjetër, udhëheqësit nga Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor do të mblidhen këtu në Bruksel. Gjetjet e barometrit mund të shërbejnë si busull për atë samit për Ballkanin Perëndimor. Ky samit është një shans për të treguar se rruga europiane nuk është teorike apo sezonale, por e besueshme, dhe besueshmëria, siç e tregon barometri i Ballkanit, ndryshon perspektivat kur shohim pamjen e plot. Qytetarët, bizneset, institucionet, të rinjt del në pamje e vërtetë e thjeshtë. Njerëzit në Ballkanin Perëndimor nuk po kërkojnë mrekulli, ata po kërkojnë rezultate. Ata besojnë te Europa, kur Europa beson tek ata. Ndërkohë optimizmi në lidhje me afatin kohor të anëtarësimit është në rritje. 26% e të intervistuarve besojnë se anëtarësimi është i mundur në vitin 2030, nga 20% vitin e kaluar, ndërsa 25% e të pyeturve në sondazhin e barometrit të organizuar nga Këshilli Rajonal besojnë se kjo mund të ndodhë deri në vitin 2035. 71% e të rinjve në rajonin ton besojnë se anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte i mirë për ekonomitë e tyre. Niveli më i lartë i besimit mes të rinjve në 5 vitet e fundit. Rritja e çmimeve dhe inflacioni mbeten deri tani problemi më i madh për qytetarët e Ballkanit. Rreth 66% e të pyeturve përmendin këto probleme si më shqetësuese. Situata e përgjithshme ekonomike renditet e dyta me 44%, ndërsa korrupsioni shihet si sfida kryesore nga 35% e qytetarëve. Këtë vit 64% e të pyeturve nga rajoni ynë janë të bindur se bashkëpunimi rajonal mund të përmirësojë situatën e tyre ekonomike. Bizneset gjithashtu kanë raportuar përfitime konkrete për shkak të integrimit më të thellë rajonal, duke përmendur uljen e kostove operative që rrjedhin nga regjimi pa roaming dhe fitimet e pritura nga udhëtimi brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përdorur vetëm kartë identiteti. Eci Matej lumi i Kirë në Shkodër është shndruar në një kosh mbeturinash duke krijuar një situatë alarmante për mjedisin pasi mbetjet përfundojnë në det. Autoritetet vendore nuk ndërhyjnë, ndërsa në Ministrinë e Mjedisit kanë zgjedhur të heshte.
Ligjet e lumit Kir në Shkodër janë pushtuar nga mbetjet. Përgjatë rrjedhës së tij, lumi merr me vete çdo mbeturinë të hetur me papërgjegjshmëri, ndërsa ajo që duket edhe në këto pamje, plehrat kanë shkaktuar një katastrofë mjedisore. Ajo çka shihni pas krave të mi janë mbeturina inerte dhe urbane, të cilat nuk janë realitet i krijuar brenda ditës, por prej vitesh me radhë në këtë zonë mbartet një situatë e tillë, e cila është kryesisht përgjegjësi e mungesës së sensibilizimit nga ana e qytetarëve, të cilët këtë zonë e kanë kthyer në një kazan mbeturinash, e nga ana tjetër është mungesë kontrolli nga vetë autoritetet në vend. Shtrati i lumit është kthyer në vend depozitim të mbetjeve urbane dhe inerteve. Situata merr përmasa më të mëdha pasi ato përfundojnë në grupderdhin e Bunës dhe në zonën e Velipojës, duke sjellë situatë alarmante që rrezikon ekosistemin ujor dhe turizmin. Shkodra nuk ka një vend të posaçëm për depozitimin e mbetjeve inerte, çka ka nxitur hedhjen e tyre në mënyrë të palishme, kryesisht përgjatë lumeve dhe zonave të pambrojtura. Institucionet kanë aplikuar gjoba ndaj ndotsëve, por masat ndëshkuese nuk kanë arritur ta frenojnë fenomenin, i cili vijon të përsëritet çdo vit. Sipas specialistëve, aksionet sporadike të pastrimit nuk janë zgjidhje afatgjatë dhe se kërkohet një ndërhyrje përfundimtare me politika të qarta, infrastrukturë funksionale dhe kontroll të vazhdueshëm për t'i dhënë fund këtij fenomeni shqetësues. Problematika me mbetjet ka marrë përmasa të mëdha gjatë javëve të fundit në vend. Plazhet më të frekuentuara të Adriatikut që pritin gjatë verës qindra e mijëra turist janë kthyer në një kosht të madh mbeturinash. Nga Velipoja deri në Steman, grupderdhet e lumenjve sollën tonelata plastik e plera të tjera, të cilat kanë pushtuar Bregdetin. Mbetjet kanë ndodhur gjithashtu edhe të gjithë detin Adriatik, ai sa përfunduan deri në Kroaci. Autoritetet vendore janë mjaftuar me aksione të shkurtra, ndërsa pjesa më e madhe e mbetjeve vijojnë të qëndrojnë aty. I vetmi që vepron është deti që i nxjerr dhe i tërheq nga bregu. Institucioni përgjegjës, Ministria e Mjedisit ka zgjedhur heshtjen, duke mos dhënë përgjigje se pse është lejuar kjo situatë skandaloze dhe nga ana tjetër nuk vepron për të bërë pastrimin e zonave të ndotura. Ekspertët e mjedisit kanë ngritur alarmin se pastrimi nga mbetjet duhet të konsiderohet emergjencë kombëtare nga institucionet, sepse pasojat që plastika lë pas janë të parikuperueshme për natyrën e shëndetin. Në sheshin e Shkupit sot mbajt protesta e organizuar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Kjo protestë, ashtu si edhe të tjerat, do të jetë paqësore. Qëllimi i protestës sipas organizatorëve është shprehja e pakënaqësive të akumuluara lidhur me trajtimin që është bërë ish-krerëve të UÇK-s, veteranëve dhe procesit të përgjithshëm të drejtësisë, që sipas tyre shpesh është zhvilluar me padrejtësi, paqartësi dhe pa respekt të plot për kontributin e tyre në lirinë e vendit. Kjo protestë vjen pas disa tubimeve të zhvilluara më herët në Prishtinë, Tiranë apo Hag, të cilat kanë synuar të ngrenë zërin kundër sipas veteranëve një procesi të padrejtë dhe politikisht të motivuar. Për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë do të votojë edhe diaspora. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve theksoi se ky proces do të kryhet në 37 përfaqësi diplomatike. Nga Australia, Japonia dhe deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja, shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mund të u drejtohen më 27 dhjetor të këtij viti përfaqësive diplomatike në 24 shtete të ndryshme të botës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se votimi do zhvillohet në 23 ambasada dhe 14 konsullata. Planifikimi fillestar i KQZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Vendimi i KQZ-s i datës 10 dhjetor që votimi të organizohet vetëm në 37 përfaqësi diplomatike, mbështetet në gjykimin e Gjykatës Supreme dhe vendimin e BZAP-it për zhvillimin e votimit vetëm në përfaqësi diplomatike, si dhe në të dhënat nga procesi i regjistrimit të votuesve. Numri i përgjithshëm i votuesve që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike është 19.256. Sipas vendimit të KQZ, lista e votuesve do të mund të rishikohet në varësi të numrit të votuesve, të cilët do të regjistrohen për të votuar në përfaqësitë diplomatike kosovare. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, votimi fizik në Kosovë mund të bëhet vetëm në përfaqësitë diplomatike të këtij shteti në përballë.
Ka filluar të zbatohet marrëveshja mes Kosovës dhe administratës amerikane për pranimin e refugjatëve të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara, sipas mediave ndërkombëtare, kanë mbërritur 2 refugjatët e parë. Kosova ka pritur 2 refugjatët e parë të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara, sipas marrëveshjes së arritur në muajin qershor me administratën e presidentit Trump. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova do të pranojë deri në 50 refugjatë të dëbuar nga territori amerikan për një periudhë 1 vjeçare. Me këtë akt, sipas mediave botërore, Kosova u ka shprehur mirënjohjen Shtetet e Bashkuara për mbështetjen që i kanë dhënë për shkëputjen nga ish Jugosllavia. Kosova ka një marrëveshje edhe me Danimarkën për të strehuar të burgosur të huaj të dënuar në këtë shtet nordik. Qeveria aktuale kosovare ka shprehur gatishmërinë e saj për të diskutuar edhe me Mbretërinë e Bashkuar për të krijuar qendra kthimi për azilkërkuesit e refuzuar nga territori britanik. Jo vetëm me Kosovën, por administrata Trump po negocion edhe me shtete të tjera në Ballkanin Perëndimor, të cilat dëshirojnë që të jenë pjesë e një strategjie më të gjerë të Shtetet e Bashkuara për dëbimin e shtetasve të huaj me qëndrim të palishëm në këtë vend. Gjykata Supreme ka lejuar administratën amerikane që të revokojë statusin e përkohshëm ligjor për qindra mijëra refugjat nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nicaragua që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke forcuar përpjekjet e presidentit Trump për të rritur dëbimet. Të huajt e paligjshëm po e dëgjojnë mesazhin ton për t'u larguar tani. Ata e dinë se nëse nuk e bëjnë këtë, ne do t'i gjejmë, do t'i arrestojmë dhe ata nuk do të kthehen më kurrë. Administrata Trump po thyen rekorde historike me më shumë se 2.5 milionë emigrantë të paligjshëm që largohen nga SBA-ja. Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka konfirmuar se 1.9 milion shtetas të huaj të palishëm janë larguar vullnetarisht nga Shtetet e Bashkuara që nga muaji janar i vitit 2025. Ata kanë përfituar një fluturim falas për në shtëpi dhe një bonus për $1.000 si pjesë e përpjekjeve të administratës Trump për të rikthyer ligjit dhe rendin në Shtetet e Bashkuara. Ideja e presidentit Serb Vučić për futje në Bashkimin Evropian në të njëjtën kohë në blok të 6 shteteve ballkanike është hedhur poshtë nga kancelari gjerman Friedrich Merz. Në krah të homologut kroat Andrej Plenković, kancelari gjerman Friedrich Merz ka hedhur poshtë idenë e presidentit serb Aleksandar Vučić për pranimin në të njëjtën kohë në Bashkimin Evropian të 6 shteteve ballkanike. Merz tha se pranimi i këtyre shteteve do të realizohet individualisht në bazë të meritës në realizimin e kushteve të kërkuara. Diskutuam zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kroacia ka një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim, për shkak të afërsisë së saj gjeografike me rajonin. BE-ja duhet të ofrojë një perspektivë antarësimi për këto shtete. Reformat e vështira duhet të pasohen nga përparimi në procesin e antarësimit. Në të njëjtën kohë, ne besojmë se kushtet e nevojshme duhet që të përmbushen nga secili shtet kandidat individualisht. Merz ju propozoi liderëve evropian që të nisë puna menjëherë për marrëveshjen e pranimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Me Malin e Zi, si kandidati më i përparuar në negociata, tani mund të bëjmë hapin tjetër dhe të fillojmë punën për një traktat antarësimi në të ardhmen e afërt. Integrimi me shtetet ballkanike është në interesin ton, sepse mund të veprojmë së bashku në Europë, dhe kjo vlen edhe për kufizimin e migracionit të parregullt. Këto deklarata u dhan pasi u nënshkrua marrëveshja për blerjen nga Kroacia të 44 tankeve gjerman Leopard 2A8. Bashkimi Evropian bllokoi çdo përpjekje të Shteteve të Bashkuara për të përdorur asetet e Bankës Qendrore Ruse në negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ambasadorët e vendeve anëtare ngrin pa afat asetet ruse. Moska reagoi ashpër dhe premtoi hakmarrje. Brukseli nxori asin në mëngë dhe vendosi të ngri pa afat asetet e Bankës Qendrore të Rusisë. Ngrirja që zbatohet mbi një dispozit për emergjencat ekonomike bllokon përpjekjet e jashtme për të liruar 210 miliardë euro në asete, përpara se Ukraina të kompensohet për dëmet që ka psuar nga lufta. Nxitimi i Bashkimit Evropian për të bllokuar asetet në një jurisdiksionin e saj erdhi pas zërave se Washingtoni kërkon t'i përdor fondet ruse në negociata për t'i dhënë fund luftës. Masa shmang përpjekjet e Hungarisë apo ndonjë vendi tjetër pro-rus për të bllokuar nismën me veto. Vendimi u mor nga ambasadorët e vendeve anëtare të njëjtën pasdite duke aktivizuar nenin 122 të traktatit të BE-s që kërkon një shumicë të thjeshtë dhe anashkalon Parlamentin Evropian në rast emergjencash ekonomike.
Zvendos kryeministri belg Vincent van Petegem, vendit cilit ruan pjesën kryesore të aseteve ruse, tha se ato mund të përdoren për Ukrainën në një moment të caktuar, por veprimet duhet jenë të ligjshme. Ligji ndalon kthimin e 280 miliardë eurove asete në Bankën Qendrore Ruse. Pjesa më e madhe e këtyre aseteve, 185 miliardë euro, mbahet në Bankën Euroclear në Bruksel dhe 25 miliardë euro mbahen në banka të tjera private. Rusia tha se do të kundërpërgjigjet. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zaharova paralajmëroi se manipulimet e vendeve të BE-s me asetet e ngrira ruse nuk do të mbeten pa përgjigje. Deri më tani fondet janë bllokuar sipas një regjimi standard sanksionesh, i cili varet nga unanimiteti i 27 vendeve anëtare dhe mund të bllokohet me veto. I gjithë Parlamenti Evropian ka shpërthyer në lot kur një 11 vjeçar ukrainas ka rrëfyer humbjen tragjike të nënës së tij gjatë një sulmi rus në vitin 2022. Historia e një djali ukrainas të plagosur nga një raketë ruse ka prekur zemrat e njerëzve në mbar botën. Në videon që ka bërë xhiron e rrjetit, tregohet një grua që shpërthen në lot teksa po përkthente fjalën e 11 vjeçarit gjatë një seance në Parlamentin Evropian në Bruksel. Ajo po përkthente nga gjua ukrainase në anglisht për djalin e mitur, i cili u plagos nga një sulm me raketë ruse ndaj një spitali në Ukrainën qendrore në vitin 2022. Roman Oleskiv kujtoi se në sulm u vran nëna e tij, ndërsa përkthyesja nisi të qante dhe kishte vështirësi të vazhdonte përkthimin. Oleksiv tha gjithashtu se ishte në koma për më shumë se 100 ditë dhe ka kaluar në për shumë operacione që nga ajo kohë. 11 vjeçari i cili është bërë simboli i rezistencës së fëmijëve në Ukrainë, ndau historinë e tij me ligjvënësit e BE-s gjatë shfaqjes së një dokumentari mbi fëmijët e Ukrainës si viktima të luftës dhe të rrëmbyer nga Rusia. So I have seen that she was under the stone. Rusia i shprehu mbështetje të palëkundur Venezuelës dhe presidentit Nicolas Maduro në përpjekjet për të mbrojtur sovranitetin dhe paqen rajonale. Dy presidentët, ai Venezuelas Nicolas Maduro dhe ai rus Vladimir Putin, folën në telefon në kulmin e tensioneve të Caracasit me Washingtonin dhe pas sekuestrimit të një anije cistern në Marina Amerikane. Më vonë, Maduro u tha mbështetësve në Caracas se Putin vlerësoi atë që ai e quajti guximin e popullit të Venezuelas, ndërkohë Maduro bëri thirrje amerikanëve të lidhin duart atyre që ai përshkroi si ekstremistë dhe luftuesitës e që duan të fusin Amerikën në një luftë të re të pafundme në Amerikën e Jugut. Nuk kanë të ndalur fatkeqësitë për Gazën, popullsia po përballet me përmbytje të mëdha pas rreshjeve që përfshin vendin, duke lënë në mjerim me mijëra banor. Në kampin e të zhvendosurve në Nusera të Gazës, rreshjet e dendura të shiut kanë përkeqësuar edhe më tej kushtet e jetesës për mijëra familje. Qindra çadra janë përmbytur në rripin e Gazës, ku prej 2 vitesh luftë, shumica e popullsisë është larguar dhe jeton në kushte të mjerueshme. Autoritetet lokale thonë se mungesa e karburantit dhe dëmtimi i pajisjeve i kanë lënë të pafuqishëm për të përballur me situatën. Sipas tyre, qindra automjete përfshirë pajisje dhe pompa ujë janë shkatëruar gjatë luftës. Organizata ndërkombëtare për migracionin e OKB-s paralajmëron se qindra mijëra njerëzve u rrezikohet jeta për shkak të përmbytjeve, duke shtuar se ndihmat nuk lejohen të hyjnë në terren. Mbi 795.000 persona jetojnë në zona të ulta, ku kanë ngritur çadrat e tyre. Mungesa e kanalizimeve dhe menaxhimit të mbetjeve rrit rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve. Izraeli thot se po përmbush detyrimet për ndihmat humanitare dhe akuzon agjensitë për mungesë efikasiteti, ndërsa pretendimet për vjedhje nga Hamas janë hedhur poshtë nga grupi. Megjithëse një armëpushim i brisht është në fuqi që nga tetori, shkatërimi i infrastrukturës ka lënë pasoja të parikuperueshme, ndërsa frika për rikthimin e sulmeve vijon të jetë prezente. Parlamenti i Slovakisë miratoi 2 projekt ligje të debatueshme lidhur me sinjalizuesit e korrupsionit. Seanca parlamentare u shoqërua me tensione të mëdha. Pamjet e publikuara nga një deputet tregonin opozitar që fishkëllenin dhe brohorisnin kundër votimit për ndryshimet në kodin penal. Debatet përshkallëzuan në përplasje fizike ku një deputet i qeverisë hodhi një shishe plastike drejt një deputeti të opozitës.
Nënshkruhet urdhri ekzekutiv në SBA që ndalon çdo ligj që kufizon inteligjencën artificiale dhe pengon shtetet të miratojnë rregulloren për këtë teknologji me zhvillim të shpejtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që vendos një standard të vetëm kombëtar për inteligjencën artificiale, duke synuar kufizimin e ligjeve. Nga shtëpia e bardhë, Trump e cilësoi industrinë e AI si motorin kryesor të ekonomisë amerikane dhe theksoi se gara globale do të ketë vetëm një fitues. Kemi një industri gjigante dhe po kryesojmë më shumë ndaj Kinës dhe çdo vendi tjetër. Unë besoj se do të ketë vetëm një fitues dhe ato duhet të jenë Shtetet e Bashkuara. Urdhri i ri u jep autoriteteve federale kompetencë për të zëvendësuar rregullimet shtetërore që sipas administratës mund të pengojnë zhvillimin e teknologjisë. Po marrim masa që AI të operojë në një standard të vetëm kombëtar, në mënyrë që SBA-t të përfitojë rritje ekonomike, vende pune dhe siguri kombëtare. Ndërkohë, disa shtete amerikane kërkojnë të ruajnë të drejtën për të vendosur rregulla të veçanta, veçanërisht për privatësinë dhe përmbajtjen e rrezikshme të krijuara me inteligjencë artificiale. Platformat kryesore të AI përfshirë krijuesin e ChatGPT, OpenAI, Google të Alphabet dhe Meta Platforms ka sugjeruar ndryshime me qëllim përmirësimin e rregullave. Për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit në festival, fituesi zvicerian i Eurovision 2024 do të rikthejë trofeun. Këngëtari Nemo tha se kjo bie ndesh me vlerat që mbron festivalin. Fituesi zvicerian i Eurovisioni 2024, Nemo, ka vendosur të kthejë trofeun e tij në shenjë proteste ndaj pjesëmarrjes së Izraelit në konkursin evropian të këngës. Nemo, artisti që fitoi me këngën e suksesshme The Code, tha se vendimi i Unionit Evropian të transmetimeve për të lejuar Izraelin të marrë pjesë bie ndesh me vlerat që mbron Eurovisioni. Në një postim në Instagram, ai u shpreh se konkluzionet e Komisionit të Pavarur Hetimor të OKB-s, i cili e ka cilësuar situatën në territoret e pushtuara si genocid, nuk mund ta anashkalohen, ndërkohë që Izraeli vazhdon të jetë pjesë e konkursit. Protesta e artistit vjen në një klim për shkallëzimi të pakënaqësive ndaj EBU, ndërsa 5 vende janë tërhequr tashmë nga Eurovisioni 2026. Islanda ishte më e fundi që njoftoi tërheqjen, duke u bashkuar Spanjës, Holandës, Irlandës dhe Slovenisë, të cilat të gjitha kanë deklaruar se refuzimi i tyre lidhet drejt për drejt me veprimet e Izraelit në Gaza.